Shumë, jo 10 minuta se kemi harru fjalimin shpje dhe nuk i përballojmë do gjithë të minuta e nderuar drejtuese seancë 4. Po të këshime 4.5 atë kaluja klasën. Para një du të shpreh dhe ngushëllimet për atë tragedinë e Durrësit, patjetër si çdo njeri, patjetër që nuk mund t'i japim ngjyrime politike. Dramë e madhe, vetëm ata që e kanë në shtëpi mund ta përjetojnë gjë të tillë. Por ama një pyetje do t'i drejtoj kryetar seancës, ministri i shtetit dhe shokut Taulant. Ore, Karakaçin e keni ministër vetëm me letra apo është me ministër me vërtet, Tobe Stavkullaj? Se më duket sikur jetojmë në dy lushje të ndryshme me kolegët e tjerë. Do shta ka një lushje tjetër, shikojmë të hapim letrat. Se nëse ka një aks rrugor që ka mi 10 të vdekur, është pushimi shoferit në lushnjë. Në qoftë se ka një aks bashkë me kthesën e Savrës. 10 të vdekur. Veprën në artit e kemi aty, na mëngojnë 2 rruga nësore. Nuk janë tunel llogarajere, nuk dunej shumë lek. Dum shumë pak lek. Por që kurse në jetë dhe i them shokut Karakaç, qoftë se është ministër vetëm me letra, t'i argjojnë po patën lënë para arsit e ti në i lekat me në i syrtar, ka në rru në i zarf pa marë, që vetja hedhi rrugëve nësore në lushin. Së dyti, nuk e di, po të thua që kemi bërë shkolla, kemi bërë investime, kur shkollat e lushin se janë me banjot e fiku dhe kanë mutin gjutë, jure pat live në tregova fotografi s'ka gjë, herë nuk ja u sjell dot, po muti me video ja u sjell prapë të themare. Ishte në gjutë. Në gjithë shkollat. Po ti shko pastroj nëse do ta them në parlament. Shko pastroje, se nuk mundet rrinë në atë lloj gjendje njerëzit, fëmijët. Jo, nuk mundet rrinë. Qofse çike të njurti. Po ata prindër që i çojnë ata fëmijët atje, pse nuk u të njohkan? Se ti harxhore 400 milion lekë për të lushnjen, e dojnë zorë nga kategoria. Me 400 milion lek, mas 100 vjetës lushes që dalë e kategori 3, mas 400 milion ne për të hangë fara gjithë bashkia, për t'i bërë lek rushe kumla, me ato mund t'i marrë lek gjithë ata që përmytën, gjithë ata që i preku serat që i preku ngrica, edhe mund t'i pastru gjithë kanalet e muzeqes me ato lek, që shku për kategori 3. E kuptonë? Ja pa ndaj përtasim ne. Se këtu ka të gojnë pralla me shtylla elektrike. Ndërkoj që ata rrezikojnë jetëm ato Tobe Stavkullaj shtyllës elektrike. Në gjoni dhe një të fundit bukur nga lushe qojnë selam. Na sollën ne se nuk ishte të fort lushe, da e sollën a shkodrën e të darun të policin bashkjake, kryetajnë e policisë. Erdi Jarani, na kërkoj pilaf. Dini gjepë se hoqin Jarani, kërkoj pilaf. Po do pyetër e donte me lëng, apo me shumë lëng. Pyetën i qik Jarani pse hoqin e puna. Bashkia Lushi, dashka pilaf Lushi, bravo Jarani. Se kështë marru Lusjarë për policë, edhe erdi Jarani a Shkodra do të pilaf. Pyeti ku ti tërgoj mesazh Jarani. Pyeti Ardit, merru me këtë situatë. Se maskoj këta shokët tu, e vetëm e hoqër mjaftuan me dorëheqje. Ja që ndodhë lushe, që ta dish ti. Mos te për shtyllat e Karakaçit e për rrugët. E kupton? Po shikoni se 100 milion lek vjetra do që të shpëtoj gjitha jo resortet e palasës, se nuk mjafton tuneli, se do kalosh për para të pushimi shoferi. Do 100 milion lek vjetra që të shpëtojnë qindra jetë njerëzish dhe qarkullimit bëhet normal për të ardhur te vlora jote ku je ti, se nuk vjen dot në behar. Ja kaq, faleminderit. Zoti Bido, të përgatitet zoti Çelaj. E nderuar kryesuese e seancës, të nderuar kolegë deputet, të nderuar bashkëqytetar, përpara se sa të flas për një çështje të rëndësishme të zonës që mbuloj të Sarandës, dua të vendos theksin mbi një vendim
i cili sot ndryshon mënyrën se si shoqëria tonë vepron. Dhe më lejoni një replik të shkurtër me kolegun Koreshi edhe përpara këtij momenti. Populizmi pa dyshim të çon deri diku, pa dyshim që fjalët popullore edhe humori të çojnë deri diku, por unë besoj dhe qofsha i gabuar që kjo sallë e debatit të shqiptarëve duhet të ketë gjuhë parlamentare dhe unë besoj se kryesuesi i seancës duhet ju kishte ndërprerë në fakt fjalën për shkak të mospërdorimit të gjuhës parlamentare. Sot ne kemi pasur një vendim historik të gjykatës së lartë. Një vendim historik i cili përcakton se arresti me burg, inflacioni me arrestin me burg, që në 30 vite të shoqërisë sonë demokratike, si një shëmbëltyr e 50 viteve diktatur, ka qenë masa e parë që jepej për çdo rast, sot nuk do të jetë më e tillë. Ky është një vendim historik për liritë dhe të drejtat e njeriut. Dhe sot ne duhet që të ushtrojmë presionin publik pozitiv në mënyrë që nga nesër prokurorit dhe gjykatat të fillojnë të zbatojnë një vendim të ri unifikues i cili respekton liritë dhe të drejtat e njeriut. Duhet të jemi pak të sinqertë në këtë pikë. Jemi një shoqëri arrogante, arroganca që duket në këtë sallë të parlamentit, arroganca që duket te kushdo që ka pushtet, arroganca që duket te kushdo i cili ka në dorë diçka, që ndaj më të dobti tregon forcën. Tregon forcën se e ka të nënës atë babës atë pushtetin që i është dhënë dhe në ato momente që e ka, tek i forti nuk e tregon forcën, tenton të arrijë ujdin, te i dobti tregon forcën. Kemi parë në 30 vite se si bashkëqytetarët tanët kanë marrë arrest me burg dhe pastaj gjykatat kanë arritur në kompromisin që nga njerë kanë dhënë dënim pikërisht për të arsyetuar arrestin me burg, e herë të tjera kanë nxjerrë të pafajshëm duke paguar shteti dëmshpërblimin ndaj atyre të cilët janë arrestuar. Dhe këtë nuk e kemi parë ndaj të fortëve. Nuk e kemi parë ndaj atyre të cilët kanë mundësi ekonomike. Nuk e kemi parë ndaj atyre të cilët kanë pushtet. Nuk e kemi parë ndaj atyre të cilëve kanë fuqi. E kemi parë ndaj bashkëqytetarëve tanë. Prandaj në këtë sallë, në sallën e cila për së pari tregon arrogancën, duhet që të tregojmë presionin pozitiv ndaj prokurorëve dhe gjykatave, të cilët nga sot e tutje janë përgjegjës për një shoqëri e cila duhet jetë më demokratike. Ne si shqiptarë jemi evropian. Nuk nevojitet hyrja jonë në Bashkimin Evropian që të jemi evropian. Ne jemi evropian sepse jemi gjeografikisht të tillë dhe jemi kulturalisht të tillë. Mirë po të respektosh më të dobtin të bën edhe më evropian. Të respektosh atë të cilin s'ka mundësi të bën edhe më evropian. Të respektosh atë të cilin nuk duhet që të merret dhe të hidhet në burg vetëm pse s'ka mundësi të bën dhe më evropian. Prandaj, sot është një moment i rëndësishëm. Dhe nga salla që ka treguar shpesh herë arrogancën se kemi diçka në dorë ne këtu edhe e tregojmë, sot ne duhet të tregojmë forcën më të madhe për të shtyrë prokurorët dhe gjykatësit që të zbatojnë një normë të re juridike. Më lejoni që të flas për një problem i cili është shumë i rëndësishëm për sa i përket qytetit Sarandës, parkingjet. Në kakofoninë urbane të këtyre 10, 15, 20, 30 viteve të fundit, ne kemi krijuar qytete të cilat qytetarët kanë makina, po s'kan ku t'i lënë, s'kan parkim. Fal investimeve të qeverisë shqiptare, ne sot kemi një fond të përcaktuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit që mundson që ne të kemi një vizion të ri sa i përket parkingjeve. Dhe ka nisur me 2 parkingje të reja në qytet. Mirë, po kjo është e pamjaftueshme. Është e pamjaftueshme sepse nevojitet një vizion tërësor, jo vetëm për banorët e Sarandës, po edhe për turistët të cilët me qindra mira vinë çdo vit, për të gjetur hapësira më të mira, hapësira të cilat janë më miqësore për pushuesit dhe për qytetarët. Prandaj nevojitet që Qeveria Qendrore, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Bashkia Sarandë të krijojnë një vizion të plot se si do të duhet të jenë pika parkimin në çdo pikë të qytetit dhe ato të zbatohen brenda pak viteve
në vijim përpara se sa të kthehet në një gangren të pasgjithshme. Dhe më lejoni ta mbyll këtë duke theksuar që kjo ka të bëjë edhe me ngjarjen që ndodhi dje. Është shumë e rëndësishme që ne në vizionin se si ndërtojmë qytetet tona, të mos kemi hapësira vetëm për makina, po të kemi hapësira për këmbësor. Të mos kemi hapësira ku lejohen makina, po të kemi hapësira ku mund të qëndrojnë qytetarët, ku mund të luajnë fëmijët, ku të mundet që të luajnë pa riskun se një kriminal, se dje ishte krim, një kriminal i dehur do të hyjë dhe do të vrasi fëmijët tanë. Këtë e meritojmë dhe këtë vizion ne duhet ta kthejmë në realitet. Duke i uruar fëmijës i cili ndodhet në spital shërim të shpejt, e duke i shprehur ngushëllimin më sinqert si prind në radhë parë dy familjeve që humbën fëmijët në një moshë që përkon të jetë në fakt dhe mosha e vajzës sime, ne kemi nevojë për refleksion shoqëror, për më pak arrogancë dhe në rrugë, për më pak arrogancë në mënyrën se si trajtojmë çdo rast. Kemi nevojë për një refleksion më të thellë, për më pak arrogancë në mënyrën se si bëjmë pallatet, se si bëjmë hapësirat publike, se si ndërtojmë qytetet tona. Më pak arrogancë. Faleminderit. Zoti Çelaj, keni fjalën të përgatitet zonja Çapja. Faleminderit zonja drejtuese e seancës, të nderuar banor të tropojës Hasit e Kuksit, të nderuar kolegë. Ngjarja e djeshme e ndodhur në qytetin e Durrësit, ku humbën jetën dy voglush dhe i treti është në spital duke luftuar me jetën, nga një person i papërgjegjshëm, nga një i dehur, është kam bën alarmi për secilin prej nesh këtu, duke filluar nga parlamenti, nga çdo institucion ligjzbatues shqiptar, për të ashpërsuar me forcën e ligjit masat e dënimit, duke i konsideruar vrasje me qëllim çdo aksident që shkaktohet nga njerëz të pirë, nga alkooli, substancat narkotike e tjerë. Edhe njëherë u shpreh ngushëllimet familjeve të dy voglushve dhe shërim të shpejt të tretit që ndodhet në spital. Sot do të flas për disa problematika serioze të banorëve të këtyre rrethave që unë përfaqësoj këtu në sallë. E para ka të bëjë me gjendjen e liçenit Firzës. Po flas për Kuksin, një qytet pavarësisht bukurisë dhe historisë lavdishme në shekuj, ashtu si gjithë qarku, po trajtohet si një zonë e dorës dytë, me gjithë bukuritë natyrore që kanë këto zona për mundësitë e zhvillimit të turizmit malor, dhe me qenë se jemi në prag të fillimit të sezonit turistik, e ndërsa ju flisni këtu për rritjen e shifrave të turistëve e propagandë, pamjet që ne shohim sot nga liçeni i Firzës janë të frikshme dhe tmerrsisht alarmante. Problematika kjo e denoncuar me guxim nga aktivisti qytetar Arben Trota nga fshati Shtiqen, por edhe përfaqësuesit e opozitës në Kukës. Liçeni sot është mbytur nga mbetet plastike. Në vend që të jetë një pasuri kombëtare dhe motor ekonomik për zonën, liçeni i Firzës është shndruar në një landfill ujor që kërcënon shëndetin publik dhe imazhin e vendit tonë. Ja i tillë është gjendja e mbetjeve plastike në liçenin e Firzës në Kukës, dhe këtej promovojmë turizmin malor nga propaganda e qeverisë. Por, sikur të mos mjaftonte kjo katastrofë mjedisore, në ujë, qeveria dhe institucionet vendase po tentojnë të japin Kukësit një tjetër goditje, landfillin e mbetjeve në fshatin Përbreg, të cilin e ngritim me plot drejt kolegu im Zoti Hoxha. Zonja dhe zotrin, zhvillimi nuk mund të vijë duke sakrifikuar shëndetin. Turizmi nuk zhvillohet duke ndërtuar landfille në prag të shtëpive dhe duke lënë mbetjet plastike të mbulojnë Firzën. Prandaj sot kërkojmë me forcë nga qeveria ndërhyrje emergjente të Ministrisë Mjedisit për pastrimin e mbetjeve plastike në liçenin e Firzës përpara se të nisin vizitat e para turistike.
ndalimi me njëhershëm të projektit landfillit fshatit Përbreg dhe rishikimi alternative larg zonave banore. 3. Transparencë plot dhe llogaridhënëse publike për çdo projekt që prek mjedisin e Kukësit, Hasit dhe Tropojës. Kukësi kërkon zhvillim, kërkon respekt, kërkon jetë dhe nuk mund ta ktheni veriun e vendit në një grop të madh mbetjesh. Rezistenca e banorëve është e drejtë dhe ne do të jemi aty në çdo çast deri në fund. Historia na kujton qendresën e banorëve të krahinës Lumës në shekuj dhe kryesisht atyre banorëve të Përbregut, e fshatrave përreth në vitin 1913, në mbrojtje me gjak trojve të tyre nga pushtuesit serb. Edhe sot në rrugën drejt Evropës, përbregasit nuk pyeten por injorohen nga ky regjim. Problematika tjetër që ka të bëjë me gjendjen e infrastrukturës rrugore, Kuksianët kanë nevojë për investime në infrastrukturën rurale. Atyre më mirë do të ishte që qeveria të investonte në rekonstruksionin e këtyre rrugëve të shkatruara, të cilat janë si në mesjet, si rrugët e fshatrave, Mons, Surroj, Aren, e premtuar nga çdo përfaqësues i juaj në çdo fushat apo pas çdo proteste këtyre banorëve dhe vetëm i keni gënjur. Rrugët e njësive administrative Malzi, ajo Shtan Dukagjin, Shikaj, Mgull, Petkaj. Rrugët e njësive administrative Kalis, ato të fshatrave Zapot, Dolovisht, Orçikël, të cilat në vjeshtën e dimër janë të pakalueshme. Po ashtu për investimet tuaja për rrugë në këto fshatra të 3 bashkive që i citova dhe më sipër janë 0 lek dhe të harruara nga ana juaj, prandaj ktheni syt nga këta banorë, pasi rruga sjell zhvillim dhe shpresë për banorët e tyre zonave. Por kur këto mungojnë e vetmja zgjidhje për këta banorë nuk u mbetet tjetër gjë vetë se largimi, pra shpopullimi i këtyre zonave në përpjekjet e tyre për të siguruar shkollimin e fëmijëve dhe sigurimin e të ardhurave për ekonomitë e tyre familjare. Faleminderit.